Me fjalat më të mira, kështu është shprehur institucioni në burgun e Fierit. Të hënun mbaj seancë gjyqësore për shqyrtimin e kërkesës për liri me kusht ish deputeti demokrat Elvin Saliani. Sipas avokatit të tij Ledio Braho, raporti i vlerësimit të sjellës nga institucioni i ekzekutimit të vendimeve penale në Fier ka rezultuar pozitiv. Gjykata njoftoi se në përputhje me procedurën është kërkuar dhe raporti i shërbimit të provës, i cili duhet dorëzohet deri më 8 korrik. Vendimi për pranimin apo rrezimin e kërkesës për lirim me kusht të merret pas analizimit të këtij raporti. Elvin Saliani përvua një dënim pas vendimit përfundimtar për çështjen e njohur si Babale. Ish deputeti i Partisë Demokratike kërkoi që të dalë nga qelia 3 muaj para afatit. Ky shpreh fillimit ai ka cilësuar burgosin e tij si politike, ndërkohë që paraqiti kërkesën e tij para tokëve të zeza që mos e zgjevjeshta në qeli. Vite më parë Elvin Saliani denonsoi vëllain e ish-ministrit të Brendshëm Fatmir Xhafaj, Geron Xhafaj, duke thënë se edhe pse ishte i dënuar me 7 vite burg në Itali, prej vitesh ai jetonte i lirë në Shqipëri, falë mbështetjes së të vëllait politikan.